mi, përshëndetje, është koha për të shijuar. Ora shënon 13:30 dhe ju e dini si çdo ditë ne jemi në ekranin e Albania Screen vetëm në kohën për të shijuar. Aldi dhe Ergysi, përshëndetje. Kanë sfidën e tyre të fundit. Çuna, keni treguar në 3 ditë që keni përzgjedhur recetat e duhura, keni treguar që dini t'i përgatisni, por pse jo dhe t'i prezantoni këto receta. Në përgjithësi ditët e para ka sy kam ngacmuar shumë sepse kam parë që ndryshe nga konkurrentët e tjerë, si ti Aldi dhe Ergysi, jeni djemë të cilët jeni fjalë pak. Keni më shumë dëshirë që të punoni dhe të flisni pak. Sot do kalojmë pak më shumë që të flasim më shumë, si thoni. Janë bërë kurioz shumë teleshikues për të dy. Sa keni thënë asnjë gjë më shumë. Keni emocione më, se prandaj po e bëj gjithë të hyrjet madhe. Pak ma pak tani. Sot pak ma pak. Po dita fundit ma. Shoh që keni mbledhur, keni marrë dhe produktet tek Supermarket Xhangolli, por përpara sa të zbulojmë recetat e dy konkurrentëve, le të falenderojmë Supermarket Xhangolli sepse ne dimë që tek ti Xhangolli kemi mundësi të marrim produkte me cilësi të mirë, por si gjithmonë të paguajmë lirë. Xhangolli. Hey! Xhangolli. Aldi, sfida e fundit. Po. Çfarë do të përgatisim sot? Sot do të bëjmë fileto pule me asparak. Aha. Dhe shoh që përbërës kryesor të recetës kemi kërpudha. Fileto pule, speci kuq, finoki, asparaki, urdhër, portokall, kërpudha, verë bardh, uthull e bardh, miell misri, mjalt, sal soj dhe xhinxërfill. Do të thonë aty është miell misri, prandaj ka dhe ngjyrën si të verdhë. Vaj ulliri, kripi perc pas dëshirës. Ergys. Njerë, çfarë do të gatuar sot? Sot ju kam sjell një fileto gici me një salcë molle. Përbërës që na duhen është mollë jeshile, fileto gici, qepe that, mustard, mjalt, limon, konjak, verte kuqe, verte bardh dhe krip dhe piper, sipas dëshirës. Mirë, jeni menduar gjatë për recetën e fundit? Pak, sepse është mundësia juaj e fundit për treguar nëse dini apo jo të i rëmbeni të gjitha pikët. Megjithatë, momentalisht që ne po flasim, Ergysi ka 30 pikë, pra nuk e gabuar asnjëherë deri tani, ke marrë pikët maksimale të vlerësimit nga shefi i kuzhinës. Ngo Aldi jemi me 29 pikë, pra 1 pikë diferencë. Nuk e dihet, ndoshta sot ti nuk gabon dhe Ergysi gabon. Kështu që gjithmonë sfida është e bukur se është e paparashikueshme. Si mendon Mandi, shefi i kuzhinës, i kanë zgjedhur ashtu siç duhet djemt Aldi dhe Ergysi recetat për këtë sfidë të fundit, Mandi? Përshëndetje juve, përshëndetje dy konkurrente. Përshëndetje. Ju uroj suksese të dyve, pasi dhe recetat që kanë përzier janë të kundërta nga njëra tjetra, pra kemi në bazë mishin, por pra kemi një mish pule dhe një mish të gicit. Unë mendoja se sot si sfidën e fundit mendoja se do sillnin ëmbëlsira, por nuk sot në ëmbëlsirë. Se kishte shkuar mendja për ëmbëlsira? Jo, mendoja si dhe herë të tjera që kemi pasur puntata, do të thënë gjithmonë në ditën e fundit të konkurimit kemi sjellur dhe ëmbëlsira, por të dy çuna sot nuk na sollën dhe shpresoj që me këto receta që kanë përzgjedhur të gatuajnë shumë me kujdes sepse është dhe dita e tyre e fundit që garojnë. Dhe nga përbërësit që kanë përzgjedhur janë vërtet me kalori dhe me shije, pra kemi një fileto gici me moll, ndërsa nga krau Alit kemi një fileto pule me asparak, ku do ta shoqëroj me finok, me spec, me mos gaboj kemi portokallin, kemi dhe konjako, salcë soje, pra kemi receta që kanë shije dhe kaloriva. Dhe shpresoj që ti fitoj më i miri sot. Pra pa i vënë siklet, sepse këtu në përgjithësi ne jemi dhe për të argëtuar dhe më pas është ajo pjesa e sfidës.
Dhe kam përshtypjen mandi që dhe kjo sfida e fundit ndërmjet Aldit dhe Ergysit është pak sa e vështirë, sepse shohim që dhe pikët me njëri tjetrin, pra niveli pikëve janë shumë pak nga njëri tjetri. Ka një diferencë vetëm prej një pikësh, ku Aldi ka arritur të grumbullojë 29 pikë, ndërkohë që nga ana tjetër, Ergysi ka rëmbyer të gjitha pikët maksimale të 3 sfidave. Kështu që në një farë mënyrë edhe sfida e fundit do të jetë pak sa e vështirë, sepse për një pikë ne kemi parë dhe nga eksperienca që kemi kaluar e kemi kuptuar që ndonjëherë ndryshon dhe vendi i parë dhe fituesi i kësaj gare. Patjetër Iva, vërtet është ajo që ti sapo the, sepse duke i parë të dy djemt pra ditë pas dite që ne kemi kaluar puntata më përpara, kanë sjellur receta vërtet të shijshme dhe të prezantuara bukur dhe pse jo dhe sot këto receta që kemi përzgjedhur ti gatuajmë siç duhen dhe ti servim sa më bukur dhe ta bëjmë sa më të lehtë për të shikuesit tanë që këto receta ti marrin, ti shënojnë, sepse vërtet nga përbërësi që kemi përzgjedhur janë shumë të shijshme. Dhe mraf pika mua njerë që dohet të ëmbëlsirë, s'ka përgatitur asnjë ëmbëlsirë, ta përgatis tu sa të mbaroj emisioni ëmbëlsirën. Mendova se pra dita fundit mendova se do si në ëmbëlsirë, por nuk na sollën. S'ka problem ose mërzi. Nuk na sollën, pra shpresoj që këto receta gatuhen siç duhen. Mirë Mandi, ne do të lidhemi sërish bashkë, ndërkohë pa humbur kohë, si Aldi dhe Ergysi jeni gati? Po. Dhe me qira fjala jeni bërë shumë simpatik sot. E keni vlerësuar dhe sfidën e fundit. Letë Bjergongu, djemët janë gati për të nisur përgatitjen e recetës. Shoh që këtu pas ke vënë bulonin e perimeve. Kemi vënë karota, selino, majdanos, për të përfituar bulionin. Pra, bulion natyral, shumë mirë. Më pëlqen që në hapin e parë që kemi nisur recetën, më pëlqen. Në tërgo pak o ke parë këtë recetë, sa herë ke gatuar? Kam parë në internet. Në internet? Po. Më ka pëlqyer, e kam provu. Ka dalë shumë e shijshme, edhe aty e kam pëlqyer edhe më shumë. E ke gatuar shpesh? Kam gatuar jo shumë shpesh, por 3-4 herë, le të them. Mirë, s'pakti nga ke marrë dorën e kanë fjallën për ta përgatitur. 25 minuta ko mjaftojmë për përgatitjen e Po, janë recetës? mos të mjaftueshme. Shumë mirë. Na tërgo pak, Ergys, ke arritur deri tani të grumbullosh pikët maksimale, nuk e gabuar në asnjë sfidë. Po. Çfarë thot mami? Është e lumtur. Kritikon paksa. Prap kritikon? Po, kritikon si... Si mama, Si mama, normal, pse duhet ta baje pak kështu, pak ashtu, jo kështu. Çfarë e bëj? Po vem. E ke parë vete në televizor, mo? Po, e kam parë. Ha, të pëlqen? Mirë, është duket paksa ndryshe. Duket se jemi më të lirshëm, po emocionet këtu janë pak më të mëdha. Ati nuk duket fare në ekran që keni emocione. Jo, fare nuk duket se... Por, pak duket edhe atje. Po jeni bërë miqje shok me njëri tjetrin? Aldi, jeni bërë miqje shok? Vërtet? Sa mirë, ka përqiuar, jo vetëm një eksperjenca, ju bën të njohur, por ju gjem dhe shok. Normal, pse jo. Shok dhe koleg. Shok dhe koleg, shumë mirë. Marë mollën. Pra me pjesën e përgatitjes së recetës do të funksionojnë në këtë mënyrë që në fillim do të kemi vendosur mishin. Vendosim mishin dhe Kemi prerë, më pas do hedhim qepët. Qepët, po, mollën. Të karamelosin pak. Do t'i presim në fijet e holla zhugjen. Edhe
mishin nuk do e përgatisim të gjithën që tani, do japim një kafërdisit e lehtë që të marrë pak ngjyrën, se pastaj thahet, se dën qepa me mollën pak kohë që të përgatitet. Mirë, nuk do ta kalojmë në furrë, vetëm këtu e kemi punën. Jo, vetëm këtu e kemi punën. Në tigan. Nuk na duhet furra. Lërem për kësaj, përgatisim të gati. Dhe pak pasaj do të shohim me konjak, do vejmë qepën dhe mollën, do i lem karamelosën, do i shohim me konjak, verte bardhë, verte kuqe, do i hedhim mjaltë dhe pak mustard, shumë pak mjaltë, një maje luge çaj për një person. Edhe marrim limonin. Ergys, të ndodh shpesh të përgatisësh receta ku kemi këtë ndërthurje me fruta dhe me mishin ose të ëmbël me të kripurën? Varet, se ku jeni në restorant... Se kohët e fundit kanë filluar këto receta? Po, nuk është se edhe si kanë ditë shumë. Se për ditë shpikët ka i gjë re, del ka i gjë... Por... Janë shumë të shishme. Pra e ti e shikojnë që këtë tendencën e fundit edhe nga kërkesat kanë përshtypjen që ka filluar që të përgatit pra shumë receta me bazë mishi, por të ndërthurura me të ëmbëlën ose me fruta. Po. Në fakt, ne edhe në kohën për të shijuar, po ta shikojmë në pjesën e tretë ku Mandi rekomandon gjithmonë receta të ndryshme, shohim që ka gjithmonë së mos të javë, ka një ndërthurje midis frutave të ndryshme me mishin. Po kalon një nga Aldi. Aldi, çfarë kemi bërë deri tani? Shoh që ke vënë për të skuqur? Deri tani kemi vënë perimet për të skuqur pinokin, specin, kërpudhat edhe hurdhrat. Dhe pak hurdhër. Më pas do të hedhim edhe pinok. Po, të tasti? Ndërsa këtu kemi marinuar pulën me vaj uviri, krip, piper, salcë soj, bere bardhë dhe e bardha e vezës. Dhe e bardha vezës? Edhe 2 lugë miell misri. Po, ma tërgova pse pik e bardha vezës? Çfarë i bën e bardha? Po, edhe për të lidhur edhe në skuqe me një gjë. Ku të pra këtë recetën? Kjo është një recetë aziatike dhe e përdorim shpesh të restorante ku punoj. Ma ke çuar në Azi? Çuna është gara e fundit për ju sot. Do ju marrin malli për mua? Po, normal. S'keni më i mbas sot, mbas ditës sotme. Edhe për Mandin, thoni. Bëja një qepin sot Mandin, po a ka fati në dorë sot. Mirë, ndërkohë që po i le të dy djepë të qetë, të përgatisin në recetën, le të rikujtojmë dhe njëherë garën dhe sfidën që bëhet gjithmonë këtu pjesë e kohës për të shijuar. Ju e dini tashmë që çdo të hënë ne prezantojmë 2 konkurrentë të ri, të cilët kanë mundësi të na sjellin 4 receta të tyre të preferuara ose receta të cilat mendojnë dhe dëshirojnë t'i ndajnë me ne këtu. Ata kanë 25 minuta kohë në dispozicion për përgatitjen e këtyre recetave. Vlerësohen në fund të çdo gare nga Mandi, shefin e kuzhinës, me kriterin e shijes, pra nëse ka shijuar apo jo siç duhet e receta, dhe në kriterin e organizimit, nëse e kanë përgatitur dhe organizuar punën ashtu siç duhet me një rend të caktuar. Ky vlerësim nis nga pikët minimale, që janë 0 pikë, dhe deri në pikët maksimale 5 pikë. Të gjitha pikët e grumbulluara pas çdo sfide grumbullohen në ditën e njëjtë, që është dita e fundit, gara e fundit e tyre, ku përcaktohet në bazë të pikëve se cili nga këto 2 konkurrentë do të jetë fituesi, do të shpallet fituesi i kësaj jave. Më pas, konkurrenti fitues kalon menjëherë në fazën tjetër. Miqtë e mi, në kohën për të shijuar nuk është shumë e rëndësishme nëse jeni kuzhinier të mirëfillt apo jo, mjafton që të keni pasionin për kuzhinën dhe mjafton që të dini 4 receta të mira, e jani dhe bëni pjesë e kësaj gare, të mësojmë së bashku si të gatuajmë, pse jo të flasim dhe të shkëmbejmë eksperiencat tona. Në kohën për të shijuar, ju mund të bëheni protagonist, mjafton që të regjistroheni dhe të telefononi në numrin telefoni që në çdo reklame keni të shpallur në ekran, si dhe gjithashtu, pse jo, mund të na gjeni dhe në faqen tonë të Facebookut Koha për të shijuar. Jo vetëm për të bërë pjesë e kësaj gare, por gjithashtu për të na kritikuar nëse gabojmë diku, apo për të na komplimentuar nëse vërtet ju pëlqejmë. Miki emisionit ton, ai i cili na krijon mundësinë e marrjeve të produkteve të ndryshme, është dhe supermarket Xhangolli. Tek ti Xhangolli ne dim që kemi mundësi që të blejmë mirë dhe të paguajmë lirë.
Këto receta të cilat na i sjellin të dy konkurrentët tanë, përpiqemi që t'i shpjegojmë hap pas hapi se si i përgatisim, dhe është shumë e rëndësishme për ne që ju të shënoni çdo recetë, sepse o t'i gatuani në familjen tuaj duke u pasuruar në një farë mënyrë dhe tryezën e familjeve tuaja nëpër shtëpi. Këto gjërat kështu që janë kështu të grira, të çfarë janë? Kjo është mielli i misrit. Mielli. Ndërkohë, pasi të marrë një skuqe të ditë, e kalojmë tek perimet, e lëmë dhe kavërdisim dhe pak aty dhe e shkruajmë me salcë. Shumë e ke parë vetëm televizor? Po. Ka pëlqyer? Po. Dhe një koment nga miq, shokët, shoqet, Të ndryshme. familja, Komente të ndryshme. kanë pëlqyer, ë? Po. Ore, si shumë të urtë ju kanë të dyve, qa që bëjë në të dyve, po, Gyci, po si kanë, ka që urtë edhe në shtëpi dhe në shoqet dhe në shokët, ma. Ja, e komplet ndryshë. Je më ndryshë, Po, kur jenë punë, je në punë. o bëj diçka, bëj e mirë, dhe të Edhe ndëri fjalët? Po. Mirë, le të përmendim edhe një herë të dyja recetat e ditës së fundit e kësaj dite, pra ku Aldi dhe Gyci kanë përzgjedhur për të garuar me njëri tjetrin. Aldi ka përzgjedhur fileto pule me asparak. Përbërës kryesor të kësaj receti janë fileto pule, verë bardh, salcë soja, vezë, miell mistri, portokall, asparak, finok, kërpudha, speci kuq, xhinxerfill, uthull e bardh, hudhër, mjalt, vaj ulliri, krip, piper. Të gjitha këto produkte i ke marrë, mo? Edhe njerë, fileto pule me asparak, përbërës të kësaj recete, përderisa janë kaq shumë përbërës, për përmend një që të kemi mundësi të shënoni. Fileto pule, verë bardh, salcë soja, vezë, miell mistri, portokall, asparag, finok, kërpudha, speci kuq, xhinxerfill, uthull e bardh, hudhër, mjalt, vaj ulliri, krip dhe piper. Nga ana tjetër, Ergysi ka përgatitur për sot fileto gici me salcë molle. Përbërës janë fileto gici, mustard, konjak, verë bardh, verë kuqe, mjalt, limon, moll jeshile, qep e thatë, bulion perimesh, vaj ulliri, krip dhe piper. Tani po ju pyes të dyve, sepse më lindi tani kjo pyetje në moment. Aldi dhe Ergysi, është shumë e rëndësishme kur gatuani që të jenë të gjithë përbërësit me masën e duhur dhe mos të mungoj asnjë produkt, apo ju mundet që t'i alternoni recetat sipas mundësive që keni? Po, nëse mund edhe ti alternojmë pak, por që dalë mirë, duhet jenë të gjithë përbërësit. Duhet jenë gjithë përbërësit dhe tani për masat, një herë në fillim le të themi se në hapat e parë të fillimit duhet t'i kemi radim pak, derisa të mësohemi edhe me syrin, po. Se pasaj s'do të rrim për ditë të bëm, kur i në guzhin, masë, të ha shumë kohë. Por sa në fillim duhet t'i dim, për shumë ta kemi ke receta, le të themi 50 mg verë bardhë dhe këto, t'i kemi që t'i dim edhe t'i majmë me. Por përbërësit duhet t'jenë edhe të gjithë, të mirë ashtë, por... Megjithatë kam përshtypjen që ju keni kohë që gatuani, në një farë mënyrë a keni marrë dorën, no? Sa minuta kanë kaluar nga fillimi i sfidës? Regjia më ndihmon? Dhe 10 minuta. Dhe 13 minuta. Të ndihmon. Po, në rregull. Mirë, ndërkohë jam kurioze të di se si e sheh Mandi deri tani sfidën e fundit të dy djemve. Mandi, Po Iva, më thuaj. e kam përgatitur më shpejt se ç'duhet recetën apo recetat të shpejta dhe janë mirë me kohë? Është përgatitur shumë shpejt, sepse vetë nga përbërësit që kemi përzgjedhur, pra mishi i pulës që është fileto në këtë rast, Janë pjata të shpejta, janë pjatë të shpejta, ndërkohë kemi nga Ergysi fileto në gici, që është dhe një produkt që gatuhet shumë shpejt, dhe vetiu dhe perimet që kanë përzgjedhur djemt, janë perimet që gatuhen shpejt. Pra nuk kemi gatime që duan një kohë më të gjatë, por kemi gatime që përgatiten shumë shpejt brenda kohës që ne kemi në dispozicion. Dhe sidomos kur nuk kemi gatime që duan një kohë të gjatë duke i vendosur në furrë, ose kur kemi për shembull gatime që kanë një mish më të fortë, pra në rast të kundërt bërzoll,
ose të kemi një rosto që duan një kohë më të gjatë gatimi. Kemi përbërës që gatuan shpejt dhe ndërkohë kemi edhe perimet që janë perimet që gatuan shumë shpejt. Përgatiten Dhe shpejt. pse jo pra prezentohen dhe bukur. Duke parë nga mënyra se si janë përgatitur recetat, deri tani jemi mirë. Pra duke i vënë re çdo detaj të dy djemve që kanë përgatitur deri në këtë moment recetën, jemi shumë mirë dhe shpresoj që ti arrijmë dhe ti servirim sa më bukur, sepse janë vërtet për të përgëzuar djemt, sepse kanë zgjedhur receta me shumë shije. Pra Aldi ka zgjedhur një recetë që ka shumë përbërës, por secili nga përbërësit që ai ka përzgjedhur ka një shije të veçantë. Pra perimet dhe kombinimi i salsave dhe erëzave që ai kishte përzgjedhur. Ndërsa Gysi kishte një recetë me pak ingredient, por mos harrojmë që dhe ato ingredient që ai ka përzgjedhur janë vërtet shishëm. Dhe jo, ka bërë dhe një ndërthurje më të veçantë, me mollën, me mjaltin, dhe serviren shumë bukur të dyja iva. Ndërkohë që Aldi me sa shohë ka përgatitur dhe thjesht ka ngelur pjesa për të serviruar pjatën. Ndërkohë dhe Gysi besoj që ka pak minuta për ta përfunduar. Ergysi jemi në përfundim apo? Kemi 5 minuta. Kemi dhe 5 minuta, thot Ergysi ka. Jemi në rregull, pse jo dhe Aldi ndërkohë mendon se si do ta servir gjatë kohës që Ergysi përgatit recetën. Aldi bën muhabet me mua më mandi. Ç'është kjo? Sa xhelos që je. Do t'ja gjesh punën djalit se s'bën. Jo, shqyqyriva që bën dhe pak muhabet sepse duke parë çdo puntat të djemve kanë qenë shumë të urtë, kanë qenë fokusuar te receta që kanë përzgjedhur dhe me sa shoh dhe Aldi sot nuk ka emocione, por nga tipi vetë që ka është shumë i qetë. Dhe nuk ose jep dhe komente më shumë se ç'duhet t'japi në recetën që ai përzgjedh. Po shfrytëzojmë këto sekonda që na kanë mbetur dhe po diskutoj pak me Aldi. Është i gjithë i jotë. Faleminderit. Si gjithmonë me lejen tënde. Aldi, le t'i tregojmë ndonjëherë të gjitha anglisave që na ndjekin se si kemi përgatitur këtë recetë. E kemi nisur fillimisht me? Në fillim marinojmë fileton e pulës me verë të bardhë, 2 lugë miell misri, të bardhën e vezës, krip, piper, edhe i lëmë edhe pak salsë, edhe i lëmë të marinohen rreth 5 minuta. Ndërkohë në diganin tjetër skuqim perimet, të cilat janë speci, asparaki, finoki, kërpudha dhe hurdhë. Skuqen të gjitha me radhë, do të thënë speci në fillim dhe kërpudhat, pastaj finoki dhe në fund asparaki. I skuqim dhe në enën tjetër do bëjmë salsën me lëng portokalli, salsë soj, aceto uthull të bardhë dhe krip piper. Dhe ndërkohë që i kemi skuqur, i shuajmë dhe perimet bashkë me pulën dhe është gati. Dhe është gati. Dhe më thënë që është një recetë të cilën ti e përgatit shumë shpesht në restorant, që do të thotë që është e preferueshme. Të ndodh shpesht të përdor zinxhirfillën si produkti i recetave tua, Aldi? Zinxhirfillën, domethënë në këtë rast e kemi përdorur. Si e përdor ndryshe? E përdor nëpër supra, nëpër edhe nëpër supra, por më shumë nëpër këto që janë si tipe skallopë në salcë. I përdor. A të ndodh shpesh kur je në restorant që të fusësh një produkt nga mendja jote për ta eksperimentuar me një recetë, për ta ndryshuar? Fare çfarë ndryshimesh të presash djem dhe kombinon. E kombinon. Dhe në përgjithësi të gjitha eksperimentet alla Aldi kanë arritur me sukses, kanë dalë me sukses? Nuk ka kthyer asnjë recetë, ëh? Gatimet që ti përgatit në restorant, Aldi, i provon vet? Normal, para se të dalë te klienti provon. I provon vet. Shumë mirë. Më the që në familje nuk gatuan shpesh. Jo, vetëm nëse hap një mendim ose Të ndodh shpesh të jesh kritik ndaj mamit? jo, ushqimet që bëna më pëlqejnë zakonisht domosdoshmë. Shumë në rast. A është Aldi më shumë drejt gatimeve tradicionale, apo është drejt gatimeve, pra, le ta them moderne, të kuzhinës italiane, franceze? Kuzhina franceze është ajo që më pëlqen më shumë nga të gjitha, por pastaj vjen shqiptare. Kuzhina franceze. Pse të pëlqen kuzhina franceze? Nuk e di, jam shumë i vënd mbas Francës si në çdo anë, domethënë, dhe gatimet janë shumë klasë. Dhe është vërtet. Është e vërtet. Mirë, Ergysi, si kemi punën? Mirë jemi? Edhe pak. Edhe pak, ë? Po, edhe pak, edhe. Bëhet gati. Këtë recetën që ka përgatitur Ergysi, të ka ndodhur ta gatuash ose ta dëgjosh apo jo? Po, më jo me të gjithë përbërësit, Përbërësit, por një ide e ke krijuar.
Ergys pyeta Aldin, më tha që kuzhina e preferuar është ajo francezja, ndërkohë kuzhina jote e preferuar që të pëlqen ta përgatisësh? Unë jam mësuar me greken tani. Kuzhina greke. Po. Vërtet çfarë ka kuzhina greke, diçka tradicionale ose diçka më të shpeshtë ose diçka që ne e shohim që e dallojmë menjëherë që është kuzhinë greke? Çfarë mund të them tani? Në fillim që të pa ta thënë për atë gjën që kisha gatimin tim të parë, dhe thash se ishin do qofte... Po, më the diçka e tillë, po, e mbaj mend. Quhen stip dolmavaqja. Ha? Si quhen? Dolma? Dolmavaqja. Dolmavaqja. Po, dhe është... Se themi do të dhe një, hajde Ali dhe njerë si? Dolma... Dolmavaqja. Dolmavaqja. Po. Kanë edhe një gjethe fiku, që mund t'i bështjellësh me to, i mush me oriz. Ne i themi sarë, ja pra. Gjethe rushi, e pra. Edhe rushi edhe fiku, edhe rushi mund të bëhet, por është kanë shumë tradicionale. Dhe ato i fusin vetëm oriz, dhe? Jo, i banë oriz, erza, shumë erza, për gretë përdorin shumë erza. Mish, bëjnë me lloj-lloj gjërash. I mbushen dhe me gjëra tjera, në përgjithësi. Ka lloj-lloj. Tila, lloj mbushjes që mund të bash me to. Po, ëmbëlsira tradicionale greke? Tani, ëmbëlsira tradicionale nuk di me të thanë mirë, po preferojnë shumë suflen, çokoladë, preferojnë shumë, se kanë shumë ëmbëlsira, Greqia për ëmbëlsira shquhet shumë. Kanë shumë ëmbëlsira? Po. Atje ku rria unë, ishe një pasiqer, që akullori ati ishte e mrekullueshme. Ashtu e? Dhe në fakt në Kretë edhe unë kam bërë pushime, edhe jam e bindur që është një vend në cilën edhe ju prisni shumë turistë, jeni mësuar vetëm që gjithë kohës me turistë. Shumë. Kreta ka, le të themi, 6 muaj turizëm të rregullt. Le të themi. Sikur ne kemi këtu muajin e gushtit, Kreta ka, le të themi, 4 muaj të tillë. Ndërsa muajt e tjerë vinë, po ka lloj-lloj turistësh, vinë nga gjitha anët e botës. Shumë bukur. Ke kohë pa shkuar atje? Po, kur kam marrë s'kam ikë. S'ke ikë, ka marrë malli? Po, shumë, edhe për shokë. Kur do ikësh? Sa të kemë mundësin. Sa të kesh mundësi do ikësh? Sa të kemë mundësin të rastit. Mirë, ndërkohë që regjia më njofton që kanë mbetur dhe 3 minuta kohë, pra janë minutat e fundit, djem të bëhem gati për servirjen në pjatë të recetave të tyre, unë nuk po i bezdis, sepse po i le të qetë këto minutat e fundit. Shohim nëse kanë menduar dhe ndonjë dekor të veçantë. Pra Ergysi ka zgjedhur sot fileto gici me salcë molle, ndërkohë nga ana tjetër kemi Aldin, i cili ka përgatitur fileto pule me asparak. Edhe pse djemët, me sa duket, kanë përfunduar garën e tyre parë ngongu, pra përpara se sa të vi momenti final dhe të kaloj 25 minuti, që do të thot 2 minutat e fundit i kanë mjaftuar 23 minuta, i kanë mjaftuar si Ergysin dhe Aldit për përgatitjen e recetës. Ergys, më thuaj kur ti jesh gati? Pra jemi në rregull? Po. Kemi përfunduar të dyja recetat janë të servirura në pjatë dhe unë, si gjithmonë, pres mandi. Sot, si ditë e fundit jo, kemi gatuar shumë mirë dhe nga mënyra se si janë prezantuar pjatat shumë bukur. Pash që gjithkohës qëndrojnë në këmbë dhe shije me vëmendje, sepse duke qenë dita e fundit, ja vërtet duhet kemi shumë kujdes, sepse dhe duhet shohim çdo detaj që dy konkurrentët gatuan, pra në përbërës se si ndjekin radhën e punës,
Dhe ndërkohë shohim dhe servien që kemi një servie shumë fine, pra si nga Aldi dhe ndërkohë dhe nga Ergysi, dhe vetë përbërësit që janë pra në prezentimin e pjatë janë prezentuar shumë bukur. Dhe Këtë do të thëjë që ta ke shumë të vështirë? Është shumë vështirë vërtet, sepse edhe vetë recetat janë shumë shishme nga mënyra se si janë gatuar. Prit njerë je mirë? Mirë, ja. Shumë mirë. Dhe shpresoj që fitoj me mirë. Le ta nisim me provën. Nisim me fillim nga Aldi, pasi dhe receta që e ka përzgjedhur ka më shumë perime në krahasim me Ergysin. Dhe kështu kalojmë për të provuar recetën. Kemi provuar recetën e fundit të Aldit, ndërkohë kalojmë tek Ergysi. Se u bërë serios tani se kuptova, po? Se shumë serios na u bërë na i trëmbe quna. Jo se jam bërë serios, por duhet të krema të shien që ka çdo recet dhe më pas duhet japim vlerësimin e duar. Mirë. Ndërkohë, të shohim që shfaqet në ekran dhe tabela e vlerësimit, e nisi me Aldin, sepse kemi bërë dhe provën e parë të pjatës Aldit. Në këtë sfidë të fundit, në kriterin e shijes, Aldi vlerësohet me 5 pik, 5 pik. Organizimi, sërish 5 pik, 10 pik ka marrë Aldi në këtë garë të fundit. 29 ishte dhe 10 pik në ditën e sotme ka arritur të grumbullojë në 4 sfida 39 pik. Urime dhe suksese. Kalojmë tek Ergysi. Kujtojmë dhe njerë përpara se sa të nisim vlerësimin, Ergysi në 3 ditë sfide ka arritur të grumbullojë pikët maksimale, që do të thotë momentalisht, ai ka në xhepin e tij 30 pik. Në kriterin e shijes, Ergysi vlerësohet me? Atëherë në kriterin e shijes për Ergysin meriton 5 pik. 5 pik. Organizimi? Sërish me 5 pik. 5 pik. Pra, pikët maksimale, Ergys, urime. Me llogaritje matematikore, ti e fituesi kësaj jave. Tani nuk e prisje, se ngele. Apo, doje më shumë se 10, ka më shumë, 10 ka. Mirë, Aldi dhe Ergysi të vinë këtu pranë meje. Aldi të lumshin duart. Më vjen shumë keq që ke gabuar diku. Ditën e parë nga recetën që kishe përzgjedhur. Nuk e di nëse më do të kishe gabuar, nuk e di se si do funksiononin me djemë. Jo, shiko, ka qenë dita e parë para konkurimit kur Aldi kishte përzgjedhur një recetë spinaq të furrës, ndërsa Ergysi mos gaboj kishte përzgjedhur një antipast me pul dhe finok. Dhe gabimi që Aldi kishte atë ditë ishte receta në krahasim të Ergysit. Ishte një recetë që kishte më shumë pra thejnë më shumë ndyrë dhe ishte më rëndë në shije, në krahasim me recetën që ishte përzgjedhur Ergysi. Dhe kjo ishte ajo që penalizoi. Ndërsa në ditët e tjera si sot dhe 2 ditë tjera më përpara, nuk ka gabuar në asnjë detaj. Mirë, mandi unë po kaloj pak tek Aldi, sepse edhe pse është sfida e fundit, në një farë mënyrë Ergysi është shpallur fitues, të falenderoj për vlerësimin tënd shumë objektiv dhe serioz. Vërtet që ti ke fituar sfidën, por Aldi ka fituar një pufje nga unë. Faleminderit. Suksese, Aldi na ke kënaqur, edhe vërtet që je një shembull shumë i mirë i djemve që jo vetëm që kanë një profesion të mirë, që gatuan janë në udhë të mbar, por është edhe shumë i urtë. Kështu që faleminderit që zgjodhe kohën për shijuar. Vazhdoni kafen pjeni prapë bashkë. Pasi Aldi të dalin nga studio, do të shi pak buskuqin. Po pse, je gjelos, besoj, e diqe, po se e them diqe. Mirë dhe mi, ndërkohë që për tjellë të ditim, ne do t'jemi vetëm pas pak në këndin e intervistave.
Përshëndetje miq, në këndin e intervistave sot, pavarësisht se është dita ndërkombëtare të drejtave të fëmijëve dhe perceptohet si një ngjarje festive, do të ndalemi tek një problematikë e cila nuk vihet shumë në pa. Në këndin e intervistave kemi të ftuar Gjin Markun, kryetari i shoqatës Komitetit të Pajtimit Mbarkombëtar, ku do të ndalemi tek fenomeni i gjakmarrjes, duke e parë pikë së pari si tek ngujimi i qindra fëmijëve në veri të Shqipërisë. Në fakt, këtyre fëmijëve duket sikur i mohohet dhe e drejta për shkollën, disa përpiqen që të marrin këtë mësim në kushte private, që do të thotë mësuesit të shkojnë brenda shtëpisë për të dhënë leksionet ose mësimet e duhura. Zoti Gjin, si fillim përshëndetje, njerëzit kemi pritur me çaj portokalli. Faleminderit, edhe mikpritje është edhe kjo. Shumë e rëndësishme që kur biseda këtu në studio bëhet e ngrohtë, pa diskutim që edhe tek në audiencën e përcjellim mesazhet siç duhet, të ngrohtë dhe mirë, ëh. Uroj me gjithë zemër të ndjeni ngrohtësi jo vetëm me punën që bëni në studio, në media përgjithsisht, por edhe në familje ku do në jetën tuaj si të rinj, po edhe si të dobishëm shumë. Kur flasim për ngujimin e fëmijëve në familje, duket sikur nuk bazohemi tek kanoni, sepse kanonisht nuk parashikohet absolutisht ngujimi i këtyre fëmijëve. Dhe në një farë mënyre duket sikur dhe familjet e shkelin pikërisht rregullat kryesore, por nga frika kam përshtypjen që fëmijët ngujohen sepse ka persona të cilët ose familje të dëmtuarve të parë nuk njohin thon as kanon as ligj, por ecin me parimin e hakmarrjes. Po mban peng pikërisht gjakmarrja, ky fenomen po mban peng jetën e shumë fëmijëve. Momentalisht që ne flasim, si është situata? Kemi parë shumë artikuj. Pafund. Pafund, pavarësisht se shifra eksakte akoma nuk jepen, megjithatë mund të themi që zonat e veriut janë zonat më të që ndodhin më shumë, që shohim më shumë këtë fenomen. Momentalisht që flasim, si është situata? Unë pikërisht dua që ndoshta për herë në ekrani i parë, pavarësisht se e kam trajtuar dhe një nga përfaqësuesit e parlamentit që ishte ekspert atje në mbështetje të punës parlamentare dhe të ligjit, më tha se ka 15 vjet që e ke ngritur të shqetësim dhe përsëri zhurma, ta ka mbytur shqetësimin dhe ka dalë në pa pikërisht deformimi, keq interpretimi dhe absurditeti. Ju e thatë pavarësisht se fëmijët nuk mundet kurse si të jenë në këto kushte dhe në këtë status, nga kanuni ose si që thatë ju kanonisht, kjo është e vërteta e madhe, të cilën fatkeqësisht po e përjetojmë, por me një lajm të mirë që prej 3 vjetësh të cilit kanë qenë vërtet me qindra. Unë kam parë 1060 fëmijë kemi patur të listuar nga familjet para 3 vjetësh, ra në 900 dhe mundëm të zbrisnim në 600 sepse u marrë një iniciativë të cilën do t'ua them edhe ta them pikërisht në këtë studio me qenë se më ftuat në ditën ndërkombëtare të fëmijëve, se çfarë vuajtje kemi pas si shoqëri pikërisht nga ky deformim dhe nga ky keq interpretim. E kam përjetuar dhe kam thënë si është e mundur që ndodh kjo. Megjithëse që me 14 korrik të vitit 2001 ne e trajtuam në PUK që në mënyrë kategorike nuk mundet kurse si të lejojmë gra e fëmijë të ngujuar. Përsëri ky vetë ngujim grash e fëmijësh, kjo frikë e madhe bëri që edhe ne si thua të ishim të mbeteshim të mbuluar nga një mal i tillë propagande, por edhe realiteti shumë të vështirë, që krijoi në këtë marrëdhënie, si thua, informimi, dizinformimi, keq interpretimi dhe keq trajtimi pikërisht të vetë shoqërisë shqiptare. Konstatojmë 2 gjëra. Së pari, familjet e viktimave në këto 3 vjet e fundit që i kemi takuar të gjitha, dhe janë jo më pak se 4770 familje viktimash që kemi patur marrëdhënie eksakte me to dhe i kemi të regjistruara, na kanë thënë hapur edhe me vendosmërinë më të lartë. Ne ndjehemi shumë më të rënduar kur thoni se ne do shkojmë, ne ngujojmë gra e fëmijë. Shkoni lajmëroni se nuk mundet kurse si çfarë dëllimi keni të mos i lejoni që të ngujohen në emrin tonë. Dhe prej 3 vjetësh arritëm që të zbresim numrin nga 900 në 600, në 360 vjet, tani ka rënë 959 pikërisht nëpërmjet këtij aksioni. Pra shikoni se çfarë fatkeqësie kombëtare në një kohë kur shoqëria në një tranzicion të lodhshëm, të vështirë, por edhe të keq orientuar për sa i përket demokracisë, shtetit të drejtës dhe ligjit, mund të them
një tranzicion me shumë hallë, me shumë probleme edhe në ndërtimin e shtetit, bëri që të ketë këtë fenomen kaq tragjik që ju po e përjetoni bashkë me ne çdo ditë dhe çdo muaj e çdo vit, sepse jeni në punën mediatike që është një punë shumë e rëndësishme për shoqërinë. Ndoshta ka ardhur një kohë që ne duhet të futemi tani pikërisht në rrënjën e thelbin e gjërave. Jo vetëm që kishte gjatë këtyre viteve një lodhje kaq madhe shoqëria me këto vetë ngujime dhe ngujimet jashtëzakonshme, grashe, fëmijëshe, familjes të tëra, me një lehtësim nëpërmjet procesit pajtimit të zgjidhjes me marrëveshje, aplikimit të traditës së pajtimit, propagandës së punës që bëjmë në terren, që zakoni i pajtimit është shumë më i mirë se çdo zgjidhje tjetër, edhe kur është puna. Sigurisht shqiptarët fatmirësisht në problemet e tokave, pjesën më të madhe të zgjidhjeve i kanë patur edhe i kanë eliminuar konfliktet me marrëveshje të qarta dhe me, mund të themi, nëpërmjet traditës së zakonit të zgjidhjes palëve me mirë kuptim edhe me pajtim, edhe kur ka patur konflikte. Ka pajtime edhe ka funksionuar edhe tradita e pajtimit edhe për probleme armesh, ka patur pajtime që në momentin e ndoshta të vrasjes janë pajtuar familjet, ashtu si shkojnë edhe me vite, me dekada, ndonjëherë të pa afruara për sa i përket marrëdhënieve të plota të pajtimit midis palëve. Ky është një proces shumë i vështirë i tranzicionit që ka qenë edhe i vështirë edhe për sa i përket emrit të vendit tonë në integrimin në Bashkimin Evropian. Dua të them edhe një tjetër shqetësim tjetër të cilin duhet ta paraqes si peng nga e shkuara. Kemi trajtuar dhe i kemi listuar dhe i kemi parë të gjitha vrasjet që janë një numër shumë i madh vrasjesh dhe pjesa që quhet pjesa e hakmarrë, vrasje për hakmarrje, për çdo lloj motivi, për konkurrencë, për biznes, për trafik, për nderin, për hakmarrje, mund të themi, dhe të gjitha janë futur edhe nga puna jon, është futur shpeshherë trajtimi se kjo po ndodh shumë keq nga keq interpretimi i kanunit. Ne kemi thënë, ky është deformimi i kanunit, por realisht duke pas parasysh nocionin gjakmarrjes si institucion, që është krejtësisht një institucion kanunor, dhe një procedurë dhe një natyrë tjetër në mënyrën e aplikimit të gjakmarrjes, të gjitha këto vrasje bien komplet në kundërshtim me vetë gjakmarrjen dhe kanunin. Sepse nuk parashikohet. Dhe kjo ka qenë e meta më e madhe që kemi. Ndoshta nga kjo studio, mund të them, po fillojmë sot për herë parë ta ngrem fort të zërin që ne nuk mund të themi me fjalën gjakmarrje dhe mundësisht të punojmë të gjithë së bashku dhe në media dhe të imponojmë dhe ligjvendësin që ta heqin dhe si term e si nocion nga kodi penal. Mbasi kjo kulturë hakmarrje, kjo vetgjyqësi, kjo mënyrë aplikimi për ta zgjidhur çështjen nëpërmjet dhunës, pikërisht nuk i përket kanunit as gjakmarrjes. Dhe t'ju themi pikërisht atyre që ju mund ta quheni vrasje, sepse vrasjet janë vrasje. Krimi ndaj jetës është krim ndaj jetës, por gjakmarrje mos e quheni, se s'pari është institucion që nuk hyn fare në çështjet e institucionit të shtetit drejtës atë kodin e ri penal modern, sepse ky kod është me ligjet e Evropës dhe ne po e miratojmë si mund ta lëmë si nocion në një kohë kur është në kundërshtim me praktikën. Emri i keq që kemi vënë vetes nëpërmjet aplikimit të deformuar në terren, nëpërmjet degenerimit mendor të atyre që i kryjnë dhe arrin e shprehen, por edhe të keq interpretimit nga ne si shoqëri në tërësi dhe në media dhe në institucione, derisa arrim e vendosim dhe si nocion në kodin penal, pikërisht është një emet shumë e madhe e shoqërisë që nuk ka mundur ta kapë në thelb problemin. Dhe jemi futur pikërisht në këtë debat. Dje, pikërisht ishim në parlament, ishim te Komisioni të Drejtave të Njerëzit dhe u diskutua shumë. Fatkeqësisht aty vinë shumë veta, vinë edhe ishte edhe avokati i popullit edhe ai siç ka marrë informacionin, ka bërë dhe një raport. Raporti kishte marrë pikërisht shifrat tona para 3 vjetësh në internet edhe ja u kemi çuar dhe i kishte trajtuar bazuar mbi këto shifra dhe nuk dinte fare se ne kemi një evoluim tjetër, realisht ka një rënje drastike edhe të vetvrasjeve, veçanërisht te vitin e fundit, ka pas edhe vetvrasjet janë një problem shumë i madh në shoqëri. Por edhe vetvrasjet kanë rënë edhe pse shoqëria këtë vit po kalon një krizë ekonomike, edhe ndoshta një presion shumë të madh të ligjvendësit ose të mund të them të institucionit shtetit për të zbatuar ligjin.
dhe në përsërim edhe çfarë do pakënaqësie shumica e popullsisë e don ligjin, thotë mirë, nëse ka ta bëjmë gjithë për gjithë ligjin, le të bëhet. Le të funksionojë. Le të funksionojë kështu, edhe kështu qoftë, edhe nëpërmjet mund të themi dëmit që mund të na shkaktojë të gjithëve. Le të mësojmë të përballemi me ligjin edhe të bëjmë më të mirën që nesër mos i bëjmë këto gjëra. Në këtë aspekt populli edhe pse po e vuan në një farmase brenda ndërgjigjen e vet edhe në debate thonë jo më mirë le të bëhet ligji fundit. Kjo është më mirë kështu. Mund ta kalojmë pavarësisht se po na rëndon shumë, jemi në një krizë ekonomike, pa punë, pa mundësi jetese për të ndërtuar të ardhmen ekonomike të familjeve. Megjithatë, në këtë nocion unë them u futa dhe u thash që pikërisht ne nuk ka nevojë të bëjmë më kaq shumë zhurmë me termin gjakmarrje dhe ju luta dhe deputetëve futeni në debatin parlamentar që ta heqim si nocion. Jam i detyruar tani pikërisht sepse e pash se nuk e kuptojnë thelbësisht të gjë dhe duke sikur po i kundërvisha punës së avokatit pavarësisht se unë ja thash edhe troq që kjo është thjesht një zhurmë, nuk është një punë konkrete, se atje në terren avokati do bënte punë më të mirë, shkonte atje e tulësh gjumë me taj, të thoshte qytetarëve që kjo është jo vetëm një shkelje shumë e rëndë të drejtave tona, por na shkelni të drejtën edhe si kom për të përfaqësuar në Europë me kulturën e ligjit, me të drejtën tonë si qytetar për të qenë në Europën e Bashkuar të respektuar dhe ta bëjmë Shqipërinë në Europë tamam siç e duam të gjithë. Në këtë aspekt them që nuk është në gjendje për shembull ndoshta jo vetëm qytetari thjesht, po edhe ligjvënësi ose shumë përfaqësues të mediave të shoqërisë civile nuk e kuptojnë këtë kapje nga rrënjët ose të demit nga briret. Le të fillojmë siç ka disa aksione qeveria realisht dhe policia e shtetit ka aksione shumë të mira në aspektin e luftës, për shembull siç u fut në luftën kundër elementëve të drogës, u fut me rrënjë, ashtu le të futemi të kapim një herë ta shkulim ta heqim si nacion se s'mund të jemi në Bashkimin Evropian me fëmijë të ngujuar në një kohë kur vetë populli na e thotë edhe vetë familjet e viktimave na thonë shkoni nxirrni sepse na rëndon në dy fish. Dhe ne nuk mund ta pranojmë këtë institucionalisht më. Sot është dita, ju thoni, është dita ndërkombëtare e jetimëve. Edhe të drejtave të fëmijëve, e jetimëve, me sa di. Sot është 20 maj, jo, e fëmijëve, jo, është 20 maj, sepse e drejtave të fëmijëve, sepse është 20 maj e jetimëve. Në këtë ditë ndërkombëtare ju edhe në studio, edhe kolegja ju më tha që shohim shfaqje në parlamente në rrugë. Festive, pra jepet ideja e një festës. Ne nuk kemi mund të themi nevojë aq shumë për këto festime, këtë monotoni ose këtë shablonizëm të përsëritur nga vit në vit, ose të marrim shembullin akoma më që unë e quaj më të rëndë, që të bëjmë performancë me një shoqëri të vuetur kur fëmijët e tjerë atje presin tjetër gjë. Më mirë le të shkojë një parlamentar apo edhe një ministër, le të marrë rrugën edhe në kënd tek një kasollë ku vërtet ka fëmijë të cilët nuk kanë bukë të hanë, ose ka fëmijë që vërtet e vuajnë edhe mund të them diskriminimin brenda në një shkollë ku ai ndjehet i dhunuar nga grupe që shpeshherë kanë ushtruar dhe forcën e kanë bërë grupin e të fortëve, po e di çfarë përjetojnë këta fëmijë që ndjehen të dhunuar. Shkolla ka një reformim tani dhe në 70-80% është eliminuar këto. Kishim një moment shumë të vështirë nëpër shkolla. Unë e kam përjetuar shumë keq edukimin, ose mund të themi, shthurjen brenda shkollës dhe përdorimin e drogës, të thikave, të dhunës, krijimin e grupeve që ushtrojnë dhe dhunë mbi mësuesit dhe eliminimin komplet të interesimit e të bashkëpunimit të prindërve me shkollën për të ndërtuar një program dhe për të asimiluar fëmijët. Këtë vit ka një reformim shumë të madh. Ne për shkolla kemi shkuar dhe biles mësues ndjehen shumë të ngarkuar në të drejtim, por është eliminuar dhe ky element jashtëzakonisht i keq për shoqërinë shqiptare. U kthye shkolla në qendër e kultivimit ose mund të themi burim i kontingjenteve të krimit. Për drogën, për vrasjet, për dhunën, për rrajet, për veset e këqija. Pra, tjetër gjë bëhet në prekupacion familje. Tani bashkëpunimi i komunitetit, ashtu si edhe ju i mediave, që keni prekupacionin më të madh për të bërë më të mirën për shoqërinë,
ashtu duhet bëjnë dhe prindrit, jo vetëm për fëmijën e tyre, por për gjithë komunitetin, se brenda një komuniteti jemi të gjithë të prekur nga fenomeni. Në qoftë se pikërisht vuan dikush nga droga, vuan dikush nga vrasja, vuan dikush nga dhuna, vuan ata të gjithë reflektojnë edhe mbi jetën tonë përbashkët. Nëse do përfshihet fëmia im, nëse do përfshihet fëmia e kolegut, ose nëse do përfshihet edhe shoqja apo shoku ynë në këtë vorbull të cilin ne nuk duhet ta lejojmë më. Pra, sot në ditën ndërkombëtare të fëmijëve, mund t'ju them se shqiptarët me një sforcë, mund të them, të madhe, po pranojnë që duhet t'i kthehemi, ndoshta edhe me vujtje një këndvështrimi të ri për vendin, për ligjin, për shoqërinë, për fëmijët, për gratë, për nënat, për motrat, për punëtorët, për fshatarët kudo që janë, për fermat kudo, që të kthejmë realisht vëmendjen se ky vend nuk bëhet nëse jemi gjithë prekupuar. Zoti Gjin, unë kam një pyetje, pas ju keni jo vetëm eksperiencën, por në një farë mënyrë keni qenë dhe më në kontakt me këto familje të cilët automatikisht ngujojnë fëmijë dhe gra. Në rastin se familjet të cilët janë të dëmtuar e theksojnë dhe thonë që shkoni dhe jepni lajmin që ne nuk kemi gjë me fëmijët dhe me gratë, nga ka ardhur kjo frikë? Një vetë ngujim, edhe mund të them ka dhe një aksion tjetër i përvitshëm nga njëri vit në tjetrin. Pra, a kanë raste dhe grupeve, individëve që krijojnë shoqata, fondacione, organizata, të gjitha, duke u nisur edhe për të bërë mirë, po edhe nga ndjenja e përfitimit të fondeve, pikërisht e pranojnë zhurmën, e pranojnë dhënien e situash e fiktivitetit, dhe në këtë rast reflektimi është jashtëzakonisht i madh. Në qoftë se fëmijë të cilët vërtet kanë parë që prindit e tyre ruhen, ose ndjejnë se mundet që ketë hakmarrje në atyre që kanë bërë një vepër dhe janë pjesë e familjes, atëherë fëmia ndihet i trishtuar dhe ndoshta ndjen dhe frikën. Edhe vetë familja, duke pas se ka patur disa precedent, jashtëzakonisht. Pra ka pasur precedent. Precedent janë shumë të rrallë, por këta precedent pikërisht kanë qenë viktimë e një momenti të njeriu që ka qenë, mund të them, në çdo moment ka humbur çdo lloj arsye dhe nuk ka ditur ç'bën. Sepse nuk ka kurse si të pranojmë që një njeri të jetë në kushtet normale të pranojë hakmarrjen mbi një fëmijë ose mbi një grua. Vetëm këtë nuk mund ta pranojmë. Çdo gjë këtu është barbare, është terrorizëm. Nëse e quajmë me fjalën terror, domethënë si element kaq i rënd përpara shoqërisë, në sytë e shoqërisë. Dhe nuk mundet t'ia lëmë kulturës së kanunit, edhe të gjakmarrjes. Dhe të themi që mori gjak mbi një fëmijë. Ky njeri nuk ka marrë gjak, ky njeri ka derdhur gjakun e gjithë shoqërisë. Ky njeri mund të ishte çdo gjë, por njeri nuk ishte që merr hak. Sepse edhe në aspektin e marrjes së hakut nuk mundet të jetë njeriu kaq absurd, kaq i pamëshirshëm, kaq i pa arsyeshëm, domethënë të humb deri këtu logjika. Pra këtu kemi të bëjmë me njeri që në pathologjinë e tij është komplet i përjashtuar si njeri. Pra, në fjalën është e rëndë të përdorësh në opinionin publik fjalën monster që e shoh shpesh erdhën në media dhe është fjalë që s'duhet ta përdorim realisht. Por kjo mund t'i përkasi ky term mund t'i përkasi këtij njeriu. Në këtë aspekt unë them që ne duhet punojmë së bashku dhe të ndërtojmë ndoshta një kulturë mediatike, ta ndëshkojmë ashpër keq interpretimin e vullneteve të këqija për të marrë hak, e ndjenjave të këqija për të marrë hak, e të mos ja lejojmë vetës që ta artikulojmë më nocionin gjakmarrje. Sepse është një nocion i cili ne na paraqet jo vetëm brenda shoqërisë tonë, por na paraqet në opinionin ndërkombëtar, në opinionin evropian. Mediat ndërkombëtare e shohin si një problem shqiptar, tipik shqiptar, edhe ndoshta me ndjenja dashakeqësie, ndoshta të financuar dhe nga lobet ndryshme, që të paraqesin shqiptarët si njerëz të gjakmarrjes. Duket sikur janë lënë në harres, ndërkohë që duket sikur është lënë në harres kjo pjesa e arsimimit të këtyre fëmijëve, pasi ka pasur një projekt rreth 2011-2012, shkolla vjen tek unë. Projekti vazhdon, Ministri i Arsimit është jashtëzakonisht i interesuar që të mos lërë fëmijë të ngujuar dhe numri që financion ky projekt realisht është 16 nga Ministri i Arsimit. 68 shkon me interesimin e disa drejtorive të shkollave të cilat i dinë në fshata që këta fëmijë e kanë të vështirë të shkojnë në shkollë, edhe pse realisht nuk do të ndodhte asgjë, por ndjen të vetë ngujuar, të vetë friksuar nga kjo.
Ndërsa të fshehur, të zbritur në metropole dhe fëmijë që nuk shkojnë në shkollë, por ndihmojnë dhe prindërit, pikërisht sepse janë në konflikt dhe asmëri edhe në gjendje të vështirë për të përballur me familjen tjetër, numri shkon në 959. Sot ne nuk kemi më shumë. Ka qenë, ju thash, ka shkuar deri në 1060, ka qenë lista e fëmijëve që pikërisht në tetërisni. Përfshirja organizatave jo qeveritare, fondacioneve ose individëve që i krijojnë këto, me qëllime tërheqjes donacioneve në emër të këtij grupi mundet të ketë ndikuar edhe negativisht. Mbasi shpeshherë u është promovuar puna këtyre shoqatave ose këtyre individëve në këtë mund të them sferë, por është promovuar dhe ngujimi i fëmijëve dhe kjo ka bërë që të shkojnë një zinxhir i tërë, të thurret një hallë zinxhiri me ndikim shumë të madh në shoqëri në formën më të keq interpretuar dhe keq informuar. Pra, kemi bërë të gjithë një gabim. Nuk i kemi rënë fort që në fillim, kur i kemi parë se këtu nuk mund të lejohet kurse si që të veprohet në emër të gjakmarrjes, se s'është gjakmarrje. S'është hakmarrje, s'është kulturë kanonore. Pra duhet ta kishim filluar që atëherë këtë punë. Por nuk është vonë. Nuk është vonë tani që pikërisht kemi një qeveri dhe një mazhorancë që thotë se jam e rilindjes, dhe realisht duhet të jetë kështu. Dhe realisht duhet të jemi gjithë së bashku ta ndërtojmë të rilindjes siç ata e kanë marrë përsipër si term. Edhe po nuk mund të rilindim duke pas në media dhe në parlament duke nxjerrë një rezolut për gjakmarrjen. Që unë jam kursesi dakord. Ta pranoj këtë si organizatë e cila jashtë përkushtuar ose vinë në fondet. Ja kam thënë që në vitin 2004-2005, kur u ftova për 5 milion euro, më thanë për fëmijët e ngujuar në Poliçan. Absolutisht jo, thash, në llogarinë time nuk hyn. Do t'ju jap listën shoqatat, por atje në Poliçan nuk duhet ndërtoni këtë vepër, sepse nuk mund të ngujojmë fëmijë me vendim shtetëror me projekte të Bashkimit Evropian. Dhe kjo është një vetngujim, një pranim i institucionit ngujimit të fëmijëve dhe të grave. E dyta, ata duhet të jenë me mjedisin familjar, sepse janë së bashku ndajnë shqetësimin, dhe e treta, nuk është pjesë e lojës së kanunit kjo punë është shumë kriminale, është shumë e papranueshme. Realisht, u morën fondet, atje vetëm 38.000 euro shkuan në dispozicion të punës, u përvetësuan. Sot, po investigojnë dhe kolegë tuaj, pikrisht për këtë punë se kam rritur fondet, jam dhënë deri në 76 milion. Mua më kanë ardhur dhe mua, duhet të derdhin për filan familje kaq 1.000 euro. I kam thënë në kursesi në përllogarinë e komitetit nuk mund të kalojnë ato, sepse nuk është kursesi edhe etike që ju të mos shkoni t'ja japni llogarinë familjes. Realisht sot ajo familje i merr në formën e 100-200 euro në muaj. Pra kjo duhet të jetë praktika me donatorët, dhe jo të bëjmë thithjen e këtyre donacioneve, të gjë e mirë është për mua dhe për juve që tu hynë para në Shqipëri, por te grupet nevoja të nuk kanë shkuar. Tek familjet realisht të ngujuar, tek fëmijët pikrisht që ju thoni sot dita ndërkombëtare e fëmijëve, ata nuk kanë nevojë sot për një pako dhurata ose për një fest, ata kanë nevojë pikrisht që bashkëmoshatarët e tyre, aty ku ata bashkëmoshatar janë pa shkollë ose të vuajtur, pikrisht të shkojë shteti dhe ata janë gati. Mund t'ju them se 90% e fëmijëve do t'jepni një paratë që të shkojnë për bashkëmoshatarët e tyre. Pra, kjo gjendje jashtëzakonisht e keqe që ne nuk e kuptojmë se sa nevojë kemi të kuptojmë se pse na ndodh, unë them që është domosdoshmëri që ta kthejmë urgjentisht mekanizmin e propagandës, e bashkëpunimit e institucionalizimit të regjimit. Faleminderit zoti Gjin. Miqtë e mi, ndërkohë që përcjellim të ftuarin e ditës së sotme, mos harroni ne do të jemi së bashku në këndin e kuzhinës së bashku me Mandin për të rekomanduar recetën për ditën e sotme. Vetëm pas pak. Shoh që pas ka përgatitur vendin e punës, a? Po Iva kam përgatitur, sot do gatuj një recetë shumë speciale, quhet rotolini me bazë mishin e gicit. Pra kemi zgjedhur fileto gici, është e freskët, kam bërë gati 4 feta, pak më përpara se ne të filloni emisionin. Dhe
Kemi rahur, kemi prerë në feta, i kemi rahur më pas dhe tani do t'i marinem pasi të prezentojmë dhe përbërësit e tjetë kësaj recete. Atëherë, kemi fileton e gisit që shtame kemi rahur. Kemi pancet, kemi gjalp, djath mozzarella, qep e that, portokall, konjak, kri piper, vaj ulliri, majdanoz, hurma arabie dhe avokado. Është një recetë e idejuar, duke menduar që bën shumë role ose rotolini. Unë e kam menduar për të bërë këtë salcë dhe përbërësit për të mbushur këtë recetë. Është shumë e thjeshtë dhe pak më parë kam përgatitur një bulion me perime, ku në atë bulion kam vendosur edhe pak çaj mali. Pra në bulionin për t'i dhënë një shije dhe një ide sa më të këndshme kësaj recete. Kam shtuar pak çaj mali, e kam zjerë dhe e kam kulluar dhe tani kam vetëm bulionin. Mjeshtër. Me çaj mali. Tani, si radhë e punës është për të marinuar me kri piper biftekët e gisit ose fileton e gisit. Ndërkohë ta ndezë... Ndërkohë ndezim dhe tiganin. Ndezim sobë. Pak krip, pak piper. Në çdo fet të biftekut ose filetos të gisit. Ne kemi marrë fileto pasi dhe receta që kemi përzgjedhur. Vaj ulliri dhe gjalp. Vaj ulliri dhe gjalp. Pasi dhe receta që ne kemi përzgjedhur nuk ka një kohë të gjatë gatimit dhe detyrimisht duhet fileto e gisit. Sepse e përgatitet dhe më shpejt. Shumë shpejt, pra salca është shpejt dhe ndërkohë mishi është i butë dhe patjetër që duhet të gatuhet shumë shpejt. Atëherë kemi marinuar me kri piper. Do vendosim pak hurma arabie në secilën nga mbushjet. Hurma arabie. Pra kemi një kombinim shijesh pra të kripura dhe të ëmbla. Dhe mandi më the që është një recetë e cila është idejuar nga ana jote. Pse pikërisht ky kombinimi i avokados me mishin? Atëherë, si shtam, avokado është një përbërës që shkon dhe ke mishi, dhe ke peshku, dhe të pastat, dhe të risottot. Avokado mund të përdorim dhe në për antipasta, dhe më thënë duke i hequr mbushje, falë bërthamën avokados, si që ne kemi në të rast. I heqim bërthamën, ka një bërthamë të madhe, e qërojmë pak nga tulli ti. Bërthamën se përdorim, a? Bërthamën jo, e qërojmë pak nga tulli, dhe më pas mund të mbushim me çdo lloj produkti, siç mund të mbushim specin me gjizë për shembull, ose spec me mbushje të tjera. Në këtë rast mbushim dhe avokado, mund ta mbushim me risotto, mund ta mbushim me gjizë ricotta, jo gjizë siç kemi ne këtu, duhet ricotta, pra gjizë italiane. Mund ta mbushim me fruta të thata duke kombinuar me brumra. Pra fruta të thata dhe mbushim me brumra si makarona, mund ta mbushim me oriz. Ka mënyra se si ne mund të krijojmë mbushjen. Ndërkohë mandi shoh që gjalpi dhe vaja është gati. Çfarë do vendosim? Do vendosim mbushjen që kemi hurma arabie dhe djath mozzarella. Atëherë mund ta fikim pak zjarrin jo, pasi është i nxehur më shumë se neve na duhet. Gjithmonë kur e mbushim, e mira është të mbledhim dhe anët, pasi përbërësit që janë në mbushje të mos lëshohen në salcë, pra duke e vendosur të mbledhur dhe nga anët, pra mbushja që qëllon brenda nuk hapet në salcën që ne kemi përzgjedhur. Ruan formën pra. Ruan dhe formën, dhe ndërkohë shihet ngelin brenda biftekut ose filetos. Ndërkohë mandi unë po, nuk kemi më punë me mishin? Jo, me mishin kemi mbaruar. Kemi përfunduar. Dhe më thënë që duhet të bëj lëngun e portokallit. Lëngun e portokallit, pasi ne... Se gjithmonë kështu dhe punë është në jetë, nuk e di pse. Punët më të vështira. Jo, nuk është e vështirë, por për një ndihmë që ju jepni është shumë e nevojshme. E qef të lodhem unë pak. Për të lodhur nuk është shumë e vështirë, sepse portokallin si çfarë do më ty të marr kazmën. Kazmën dorë. Të punoj. Se jo, nëse mundesh edhe mund të marrë dhe kazmën. Edhe gati një lapsus të vogël bëj unë. Tër. Dyre kritikat. Atëherë kur gatuem gjithmonë duhet kemi edhe parasysh që shakaja është pjesë e gatimit. Dhe humori janë pjesë e gatimit. E ke ndërthurur avokadon me lëngun e portokallit. Kam përshtypjen se avokado është e ëmbël? Shiko, është kur ne e konsumojmë,
avokado është i afër. Pra ka një shije karakteristike dhe është pak i afërt, duke konsumuar të gjallë, të freskët. Jo, është i ëmbël, por kur ne konsumojmë ka një shije të afërt dhe me portokallin pastaj thyet afërsia që ka dhe duke e shuajtur me konjakun ndërkohë. Thyet shija. I thyet shija. Atëherë kemi bërë gati rotolinit ose role të vogla. Ndërkohë që ne kemi shtuar në tigan pak gjalp dhe pak vaj. Këtu ke dhe gati lëngun e portokallit. Po, faleminderit shumë. Dhe shtojmë pak qep të thatë në tigan. Të prerë në fije zhuljen. Ndezim dhe zjarën. Mozzarella nuk të dua, nuk duam, Mozzarella jo, për momentin jo, sepse kemi mbaruar. Pasi të zbusim pak qepën, do shtojmë pak pancet dhe pak nga avokado. Pra kemi gatuar sot rotellini gici. Rotolini, jo rotellini. Receta ka këto përbërës: miell, fileto gici, avokado, hurma arabie, djath mozzarella, pancet, portokall, konjak, bulion perimesh, qep, majdanos, gjalp, vaj ulliri, krip, piper dhe dorën e mrekullueshme të mandit. Që pa mandin, ne nuk e bënim do të recetë. Jo, vërtet jo është një recetë shumë e shishme. Ure mandi, se shumë komplimentat kemi bërë, ti e di që ne kemi një faqe Facebooku. Dhe është koha për të shijuar dhe pa diskutim, kur kemi dhe shumë komplimenta, kemi dhe kritika. Një zonjë kishte shkruajtur që shumë mirë bëni që na rekomandoni receta, po ai shefi kuzhinës duhet na gatuaj ndonjë gjë që ne nuk e dim, jo gjëra që neve i bëjmë. Po. Tani si është puna, si është situata? Atëherë Iva shiko, situata është shumë e thjeshtë. Po. Pra ne gjithmonë përgatisim receta që çdo anvis ose çdo teleshikues që na shikon nga ndjek të ketë mundësi të gatuaj këto receta që ne përgatisim. Dhe unë mendova fare lehtë, duke përgatitur receta që çdo kush ka mundësi. Sepse ne synojmë që edhe të japim receta që përbërësit të jenë gjithmonë të kemi të mundur të gjenë dhe pse jo të jenë me kosto jo shumë të lartë. Me një ata zonja kështë kritikë, se duha ta thëtë në studio? Ne kritikat gjithmonë i pranojmë, pse jo dhe fare mirë në zonja mund të pranojmë në studio. Mund të aftojmë në studio dhe të nga të regojnë në një recetë që ne nuk dim të gatuaj. Biles do kemë dhe unë kënaqësi të sfidojmë. Patjetër. Të sfidojmë njëri tjetër. Atëriva pasi kemi shtuar pak vaj dhe pak gjalp, që ju keni shtuar pak më tepër se ç'duhet. Shtuam qepën e thatë të prerë në fije zhuljen. Pasi kemi shtuar qepën që kemi vënë një kavërdise të lehtë, kemi shtuar pancetën. Pasi të shtojmë pancetën, do shtojmë rolete vogla ose të cilat i kemi mbushur me djath mozzarella dhe hurma arabie. Po mirë, hurmat arabis kanë fara? Farat ja hoqja unë pak më parë. I kemi hequr farat. Ja hoqim farat. Dhe ndërkohë do të lëmë të skuqim pak për afro 1 ose 2 minuta, pasi siç kemi thënë është një produkt shumë i butë për fileto e gicit ose edhe e viçit. Don shumë pak kohë për tu kavërdisur ose skuqur. E kthejmë nga ana tjetër. Me që përmendëm dhe përbërësit, falenderojmë Supermarket Xhangolli, i cili na krijon mundësinë e marrjes së produkteve të ndryshme, jo vetëm të recetave që na rekomandon Mandi, shefi i kuzhinës, por dhe të konkurrentëve tan, si dhe gjithashtu ju e dini tashmë që çdo të premte ne ftojmë këtu personazhe të njohur publik, të cilët së bashku me veten e tyre marrin dhe një recetë me vete që e përgatisin në studion e kohës për të shijuar. Kemi pasur javës që kaloi Rita Latin së bashku me motrën. Atëriva shtoa dhe patjetër që ju ndoqa, por jo në orarin që ishin në transmetim. Ta ke ndihur në mes të natës, në orën 1:30. Ndoqa në mes të natës. Ku ishe ti në orën 1:30 të natës? Isha duke punuar dhe normalisht orët e vona në punë. Detyrimisht duhet shikoja vonë. Atëherë kemi shtuar në tigan pak gjalp dhe pak vaj. Pasi kemi shtuar gjalpin dhe vajin, kemi shtuar qep të thatë, të prerë në zhuljen. Pasi kemi gavërdisur pak qepën, kemi shtuar pancetën të prerë në kubike. Pasi kemi shtuar pancetën, kemi shtuar rolet e vogla, ose rotolinit. Pasi dham një skuqje të lehtë roleve, kemi shtuar avokadon. Ndërkohë, bëhemi gati për të shuar me konjak. I shuajmë me konjakun. Ndërkohë,
shtojmë lëngun e portokallit. Pra si shtam, kemi një kombinim shijesh dhe që ndërthurën shumë mirë me këtë recet, që unë mendova për të shikuesit tanë, sepse është shumë e shijshme, ndërkohë është dhe e veçantë në bashkimin e shijeve të kësaj recete. Atëherë kemi shtuar kripën pipe dhe ndërkohë do të vendosim një kapak. Marrim një kapak, të cilin fare mirë mund ta merr në këndin tjetër. Patjetër, Iva, më e vogla. Pasi mua nuk më lejohet të lëviz nga këndi ku gatuaj. Dhe tashmë Iva do bëhemi gati për të prerë pak majdanoz. Më duhet një kapak u madh, Iva. Patjetër të vonua, Faleminderit. Dhe bulionin kemi përfunduar? Me bulionin përfunduam dhe pra si shtam në këtë bulion, Iva, kemi shtuar edhe pak... Do të çajmë ajo kombinime. Kemi shtuar, domethënë siç shtojmë gjithmonë në bulion perimesh. Po? Unë mendova të shtoj pak çaj mali. Brenda bulion. Brenda të gjitha perimeve si qepa, karrota, selinoja. Dhe pse? Dhe pak majdanoz. Shtova pak çaj mali sepse jep një aromë shumë të veçantë pra bulionit dhe përshtatet shumë mirë me këtë recetë që unë kisha përzgjedhur sot. Sepse bashkohen shije, aroma dhe me një... Dhe tani me këtë recetën i kemi thënë asaj zonjës e shikon edhe nuk bëj vetëm gjëra që i bëni juve. Shpresoj që... Me çajin e malit ke bërë gjë ti shkruaj unë tani aty pas? Jo. Shpresoj që zonja të kemi një sfidë unë bashkë me zonjën. Shaka, patjetër, kjo është shumë mirë mandej sepse ne na ndjeki dhe normalisht kritika do ketë, je mësuar ti me mua për zotëri. Nuk diskutohet. Që nuk të bëj asnjë kritik, nuk e faj. Nuk diskutohet, gjithmonë kur ne gatuajmë dhe kemi edhe kritika, por kritika nuk duhet t'i marrim asnjëherë për bazë, sepse duhet t'i marrim apo nuk duhet? Nuk duhet t'i marrim për bazë. Pse? Unë për veten time. Jo. Nuk duhet t'i marr për bazë sepse duhet gatuar gjithmonë, Iva. Pra, një kuzhinier i mirë gjithmonë duhet gatuar receta her pas here. Vjen një moment që themi nuk kemi çfarë gatuajmë sot, se në studio për shembull ose në supermarketin Xhangollit nuk kishte ajo që unë mendoja sot. Edhe detyrimisht duhet përshtatemi, pra duhet... Po kjo është gjë shumë e mirë. Kjo është ajo që... Sepse dhe visat, Mandi, jo të gjithmonë dalin dhe bëjnë blerje për të bërë drekët. Patjetër, pra. Sepse ashtu do të shkonte shumë shtrenjtë. Ne kemi thënë që dhe her pas here kur gatuajmë shohim çfarë kemi në frigorifer dhe gatuajmë. Dhe këtu kjo është pikërisht arti, i të gatuarit me ato gjëra që kemi në frigorifer. Në frigoriferin tonë sot i kemi plot, shqyr zotit. Plot ne kemi pasur për herë, por unë mora pak shkas nga zonja. U ingranove, thot? U ingranove qik më shumë se s'duhet. Roletini, qa ishin këta ma? Rotolini. Rotolini. Tani pasi të kemi salcën gati, do ta kalojmë në mikser. Kemi këtë mikser të mrekullueshëm. Po, me kompleksitet e sot. Dhe do ta bëjmë salcën pure. Pra, avokado me pancetën, me portokallin, me qepën e thatë, do bëhet pure. Është vërtet një salcë shumë mirë. Mirë, përmend dhe një herë recetën për ditën e sotme, pasi ashtu siç e tham, pra është një recetë e cila ka shumë përbërës dhe pse të krijojmë të keni mundësinë që të shënoni të gjithë këto produkte, ka rekomanduar Mandi për ditën e sotme rotolini gici. Nevojiten për përgatitjen e kësaj recete miell, fileto gici, avokado, hurma arabie, djath mozzarella, pancet, portokall, konjak, bulion perimesh, qep, majdanoz, gjalp, vaj ulliri, kri piper. E ku e pe vërtet ti këtë recetë? Unë se kam parë, e kam krijuar vetë. E ke ideuar. Po mirë, Mandi, në rastin se ne na mungojmë hurmat e arabis, me çfarë ta mbushim? Mund të mbushim me kumbulla të thata. Besoj kumbulla të thata mund të gjejmë. Po fiq. Edhe me fiq. Se kam përshtypjen që i shkon shumë në shije, prandaj po. Shkojnë, pra duke pasur fruta të thata, mund ta mbushim dhe me kajsia të thata, mund ta mbushim me fiq, me kumbulla të thata, me hurma arabie, mund ta mbushim me kajsi. Pra me të gjitha produktet që i shkojnë kësaj. Janë përbërës që kombinohen shumë bukur me këtë salcë dhe me këtë recetë. Ja, i kemi gati
dhe për 1 minutë. Ndërkohë bëjmë gati dhe të gotë për t'i kaluar salcën në mikser dhe heqim rotolinin nga salca. Pasyshtisht tanë që duke pasur fileton e viçit, pra është një produkt që gatuhet shumë shpejt. Ta fikim sopën? Fikim dhe sopën. Dhe fillojmë shtojmë salcën në mikser. Të gjithë përbërësit dhe salcës i shtojmë në mikser. E të ndihmojo? Atëherë kemi shtuar të gjithë salcën tek ena e mikserit. Dhe bëjmë pure. Pra e kemi gati. Ka marrë një ngjyrë si ngjyrë kafe nga panceta, por duke pasur dhe avokadon, është bërë vërtet një salcë shumë speciale. Nuk kemi më nevojë për ta kaluar këtu, jo? Kemi Absolutisht, përfunduar. sepse është, pra të gjithë produktet ishin të gatuara, të zbutura, Tani thjesht për ta serviruar. Pra është bërë një salcë kremoze dhe fillojmë me servirim. Tani po që na ke rekomanduar një pjatë që se bëjmë dot të gjithë. Na ke bërë qefit sot. Vendosim 3 rolete vogla, duke i hequr nga kruajtësit e dhëmbëve. Dhe duke shtuar pak majdanos për dekor. Dhe pjata jonë është gati. Kjo është pjata, nuk e di pse sot ke bërë kaq shumë rëmuj, nuk ka bërë vakin ndonjëherë. Sot ma ke prish kuzhina. Vet nga receta iva, pasi kishte shumë përbërës, dhe detyrimisht bë dhe pak rëmuj. Miqtë e mi, kjo është dhe receta e cila na ka rekomanduar dhe na e ka përgatitur Mandi, shefi në Guzhitës, rotole, viçi, që më falni gici, me? e mbushur me hurma arabie dhe mozzarella, djath mozzarella. Ndërsa për salcën kishim qepë that, kishim pancet, kishim avokado, lëng portokalli ose portokall të shtrydhur, pak konjak, bulion perimesh, të cilin i kisha përgatitur duke shtuar edhe pak çaj mali, sepse jep një shije të veçantë kësaj recete dhe pjata jonë është gati. Dhe të lumë të mendja që i ideove, të lumë shinduar që e gatove. Kështu do ta mbyllim dhe për sot, ditën e kohës për emisionin e kohës për qiuar. Mandi na ka përgatitur dhe na ka servirur 3 roletina të vogla, për Ivën, për Mandin, për Ivën. Jemi dakord? Na e dorën? Miru ta kopshim nesër. Miru ta kopshim.